apo bëjmë çfarë duhet bashkarisht. Unë quhem Rudina Xhunga, jam gazetare prej shumë vitesh, tashmë drejtoj dritare televizion, një televizion që ja kam kushtuar diasporas. Është ngritur me këtë qëllim, sepse besoj fort që ju që jeni jashtë, do ktheheni dhe ne bashkë do bëjmë atë që kemi ndëruar gjithmonë, Shqipërinë në vendin që i takon. Andaj unë ngri televizionin që drejtoj edhe kam përshtypjen që prandaj po drejtoj këtë panel sot, një prej paneleve më të nderuar dhe më të rëndësishëm, ku më kanë thënë që t'ju drejtoj fjalën gjithëve për të marrë gjithë mendimin tuaj, sa më shumë mundemi brenda kohës që kemi, po ndërkohë po prezantoj panelistët. Kam nderin të prezantoj zotin Ferit Hoxha, është ministër për Europën dhe punët e jashtme. Është zoti Glauko Njufca, zëvendës kryeministër i parë dhe ministër e punëve të jashtme dhe diasporës në Republikën e Kosovës. Është zoti Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Është Dritana Bazovic, ish kryeministër dhe deputeti Malizzi. Është Arber Gashi, deputet në Parlamentin Suedez. Dhe është kryetari i Këshillit Koordinues të Diasporës, zoti Lazim Destani, mirë se keni ardhur. Apo bëjmë çfarë duhet bashkarisht. Që jemi bashkë dhe që jemi në samitin e 4, kjo tregon që shumë kush ka ikur, ka jo vetëm në plan të kthehet, po tashmë është duke ngritur piketat si. Në fillim duke dhënë një dorë, në fillim duke thënë një fjalë. Samiti është për të thënë fjalë. Ky është samiti 4, është një nga samitet më të rëndësishme, sepse jo vetëm jemi më shumë, por me sa duket jemi organizuar edhe më mirë se herët e tjera. Këtë ndjeva unë spaku gjatë gjithë ditës sotme edhe në vijim. Unë do doja t'i drejtohesha me njerë panelistëve pikërisht me të njëjtën pyetje për të njëjtën temë, apo bëjmë çfarë duhet dhe çfarë mund të mësojmë nga njëri tjetri. Që në fund të fundit, nëse ka një ministër të jashtëm për diasporën në Kosovë, mund të kemi një institucion të tillë dhe në Shqipëri, ose më së paku, mund të kemi një institucion të përbashkët ne? Si fillim, po i drejtohem zotit Ferit Hoxha, ministrit tonë të jashtëm të Shqipërisë, me hapat që ka bërë Shqipëria për përfshirjen e diasporës në politikat kombëtare, me mekanizmin konkret që lidh sot diasporën me vendimarrjen në Shqipëri dhe çfarë mund të bëjmë të jemi bashkë. Kjo është pyetja që unë kam paktën, por ju e dini vetë çfarë është e rëndësishme për të thënë sot. Shumë faleminderit Rudina, nuk e dini se mund të bëjmë pak sa më shumë qetësi, sepse nëse do duam të diskutojmë, siç e thash sot mëngjes, do duam të dëgjojmë njëri tjetrin. Unë do marr vetëm 3 minuta, edhe për faktin sepse kam më shumë dëshirë të dëgjoj çfarë mendon pjesa tjetër, kam më shumë të dëshirë të kemi propozime edhe rekomandime, po do them 3-4 pika shumë shpejt dhe shpresoj të marr Rudina më pak se 5 minuta. Prandaj do rin këmbën. E para më shumë i lumtur që kemi këtë panel jashtëzakonisht të mirë ndërtuar, me Glaukun nga Kosova, me Aliun nga Maqedonia e Veriut, me zëvendës kryeministrin nga Malizzi, natyrisht duke dalë edhe tek Këshilli Koordinues i Diasporës dhe natyrisht me deputetin më të mirë që ka nxjerrë ndonjëherë bota shqiptare, arbrin ton që kemi në Suedi. Ajo që duhet të them unë janë 4 gjëra. E para, kemi disa vende, kemi një diasporë. Dhe nëse kemi një diasporë, duhet kemi një qasje. Dhe nëse s'kemi një qasje, nuk kemi një strategji. Ne jemi duke ndërtuar strategjinë e ardhshme për diasporën 2026-2030, jemi duke diskutuar në një sens të gjerë, do ta diskutojmë edhe me autoritetet kosovare, edhe me autoritetet të tjera gjithkund, por meraku i madh që kam unë është, a kemi një koncept të qartë se si ne ndërveprojmë me diasporën tonë, e cila atje nuk është e ndarë. Vendet tona janë vendet tona, ne respektojmë njëri tjetrin, respektojmë të gjitha prerogativat shtetërore, por në Bruksel, në Britaninë e Madhe, në SBA, në Australi, diaspora është një.
ata kanë gjuhën, identitetin, kanë interesat, kanë absolutisht gjithçka të përbashkët. Dhe nëse ne nuk kemi një qasje të përbashkët, ne nuk do kemi një veprim të përbashkët. Dhe të gjitha ato që thamë sot mëngjes, të gjitha ato që duam t'i bëjmë, nëse nuk i bëjmë me një qasje të përbashkët, ne nuk shkojmë me sekundi. Prandaj duhet kemi një koordinim shumë më të mirë mes institucioneve, mes të gjitha atyre që merren me diasporën, mes të gjitha atyre që ndërtojnë programe për diasporën, në mënyrë që t'i vendosim në një kalendar sa më të mirë. Këtu hyn përfaqësitë diplomatike, këtu hyn ministritë e jashtme, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, që është çik më e thjeshtë sepse janë më të identifikuara, por dhe aktorët e tjerë që janë në Maqedoninë e Veriut, në Maltezi apo kudo tjetër. Është absolutisht alfa e një ndërveprimi të mirë mes nesh. E dyta ka të bëjë me faktin që ne do duhet të përqendrohemi tek ato elementë që janë të përbashkët, tek gjuha, identiteti, rrezatimi, tek gjithçka që u intereson atyre dhe që na intereson neve. Sigurisht që kur vjen puna për investimet, inovacionin, talentet, do shikojmë se si mund t'i harmonizojmë këto gjëra, domethënë. Saç ka nevojë Shqipëria, ka nevojë dhe Kosova, ka nevojë dhe Maqedonia e Veriut, ka nevojë qytetet tona, ka nevojë fshatrat tona. Aty nuk ka asnjë konkurrencë. Kushdo që është i lirë të shkojë ku të dojë, si të dojë, praman duke pas një qasje sa më të qartë dhe sa më të harmonizuar, është shumë e kollajt për ta bërë. Prandaj do duhet të kemi dhe të shohim i dashur ministër i Kosovës, të shohim se si ndërveprimi ynë kulturor në kryeqytete, në vende të tjera, të jetë sa më i harmonizuar, sepse kemi pothuajse gjithçka të përbashkët dhe s'kemi absolutisht asnjë gjë të ndarë. E fundit fare ka të bëjë me faktin se si do ta ndërtojmë këtë ndërveprim. Pra, kemi në ministrinë time, kemi një drejtori të ministrinë e Shqipërisë, kuptohet se s'është e imja, unë vetëm e drejtoj, kemi një drejtori të specializuar, kemi një agjenci të kombëtare të diasporës, kemi një qendër të librit të botimeve për diasporën, kemi një qendër për arbreshët. Është një qasje që mua më duket e fragmentarizuar. Nuk mund të vazhdojmë të jemi të fragmentarizuar nëse duam një qasje të koordinuar. Prandaj, të gjithë ne kemi mësuar, në Shqipëri kemi testuar të gjitha format e mundshme, kemi testuar ministrinë e veçantë, kemi testuar ministrinë siç është sot, kemi testuar agjencinë. Do mundohemi të avancojmë më tej, por sa të kemi duke qartësuar idetë dhe mendimet tona në vend dhe duke u bashkëbërnduar sa më mirë me njëri tjetrin, vetëm kështu mund të kemi dhe mund të shkojmë rreth asaj që duam, që të jetë impactful për diasporën tonë dhe të jetë me rezultat për vendet tona. Faleminderit. Po e kaloj me njërë fjallën të Kosova, të zoti Konjufsa, pikërisht për këtë. Ne duam dhe të mësojmë nga Kosova. Jo vetëm se ka i Ministri Diaspore që ne e kemi provuar ta kemi, po me sa duket nuk ka funksionuar, po për kuptuar çfarë bëni ju që është aq aktive diaspora juaj dhe si mund të bashkëveprojmë në mënyrë natyrale, sikundër ndodh kur jemi jashtë, për shembull, që jashtë nuk dallohen të Shqipërisë apo të Kosovës. Më shumë, më tej, çfarë mund të bëjmë? Përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj që jemi bashkë në këtë summit të rëndësishëm, një respekt i veçantë për panelistët, me të cilët jemi këtu bashkë para jush, po kisha pas me thonë që bashkimi është i shumë dimenzioneve, prej shumë perspektivave mund të flasim për bashkimin, po unë kisha me thonë që le t'ja fillojmë bashkimit nga bashkimi i bashkëorganizimit këtij summiti pari. Është bërë një punë e mirë, ne gjithmonë kemi qenë pjesëmarrës në këtë summit, po mendoj që herave tjera, kur ta bashkëorganizojmë këtë summit, nuk do të ishte keq që edhe Kosova, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, gjitha trojeve shqiptare të jenë në këshillin e organizimit të këtij summiti, mendoj që do t'i bënte edhe më mirë summitit edhe natyrisht është bërë një punë e madhe, e përshëndes. Ne jemi këtu aktiv, kemi qenë në këtë summit vazhdimisht. Është punë shumë e mirë e Republikës së Shqipërisë, sepse na bashkon të gjithëve. Edhe ne me Kosovën këtu takohemi edhe me mërgatën tonë. Kisha pas me thonë që dhe është rëndësishme kjo, një 3 dimenzione janë që dua t'i shpjegoj se çfarë du të bëjmë. E para, mendoj që është masat që do t'i merë së bashku Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës, së bashku me të tjerë që i kemi, se cilat
janë ato projekte përmes cilave ne e forcojmë edhe më tutje e mirëmbajmë, e ushqejmë identitetin tonë të Mërgatës kudo që jeton ajo. Dhe këto 5 shtete janë kruciale sipas mendimit tim. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi një Mërgatë e cila mendoj që është, le të themi, pavarësisht e barabartë mes Kosovës edhe Shqipërisë. E Shqipërisë është një Mërgatë bile edhe më e hershme se e Kosovës në SBA. Pastaj në Greqi dhe në Itali dominon Mërgata e Shqipërisë, kurse në Gjermani dhe në Zvicër dominon Mërgata nga Kosova. Kemi më shumë mërgjimtarë që janë nga Kosova. Këto 5 shtete mendoj që janë vendimtare për Mërgatën tonë. Dhe ma mërmenja që në këto du t'jetë i fokusuar investimi i Kosovës dhe zbashku me Shqipërinë që të bëjmë projektet përbashkëta sa i përket ushqimit të identitetit, sidomos të fëmijëve, të rinjve që janë më të rinj, që kanë lind në këto shtete, apo që pritet të lindin në të ardhmen në këto shtete. Është ndryshe kur ke shku për shembull nga Shqipëria apo nga Kosova, edhe ke qenë i rritur, edhe ke shku nga ato shtete, një pjesë ke kaluar në Shqipëri edhe në Kosovë, ke shku si 20 vjeçar apo si 25 vjeçar, mirë po ndryshe është kur lind atje në ato shtete. Edhe unë e kum pa që Mërgata jonë, ndryshe nga ne këto, e përjeton identitetin kombëtar. Është një peshë ma e rëndë mbi supe. Peshë në kuptimin pozitiv të fjalës, e kam si përgjithësi, si obligim, si detyrë e mirëmbajtjes së identitetit. Prandaj mendoj që do të kemi projekte dhe e patëm një takim shumë të mirë me zotin Hoxha, i shtruam disa qëllimet përbashkëta, ato pritet i konkretizojmë në vitet që vinë. Unë mendoj që arritja më e madhe në këtë dimenzionin e parë që po e them, do të ishte sikur së bashku me Shqipërinë të mund të arrinim në këto shtete, ta dërgonim një numër të madh të mësimdhënësve, të cilët financiarisht mbulohen nga Republika e Shqipërisë dhe nga Republika e Kosovës, ata do të ishin me qindra mësimdhënës, të cilët shkojnë dhe e mirëmbajnë shkollën shqipe në për ato vende, qytete ku jeton më shumë ti ku është e përqendruar Mërgata jonë. Deri tash kjo ka qenë në mënyrë vullnetare, e organizuar nga Mërgata jonë, konsideroj që numri i fëmijëve të Mërgatës tonë është i vogël i përfshirë në këto shkolla. Nuk besoj që arrin nivelin 10%. 10% e fëmijëve tonë cilët jetojnë në Mërgatë dhe e ndjekin shkollën shqipe. Do me thoni, kemi statistikat, e dim çka po flasim, numri 10% është shumë numër i vogël i fëmijëve të cilët e ndjekin shkollimin në gjuhën shqipe. Pra më shumë është çështje e familjes personalisht se sa e ushqen fëmijën e vet që jeton në këto vende me identitetin shqiptar, me gjuhën shqipe dhe me historinë e me rrëfimet shqiptare. I takon vet familjes. Po kjo nuk do të jetë vetëm pjesë e familjes. Kjo do të jetë edhe pjesë e shteteve tona. E deri tash, le të themi, arritshmëria nuk është bashkëkënaqshme, kemi nevojë ta ngrisim në një nivel të ri këtë. Dimensioni i dytë konsideroj që është shumë e rëndësishme rrjedhëzimi i Mërgatës tonë. Shumë projekt i rëndësishëm. Në këto 5 shtete që i përmenda, ne do të krijojmë ombrella të përbashkëta të gjitha organizatave dhe shoqatave shqiptare. Unë i përgëzoj shoqatat edhe organizatat. Është krejt në rregull çka bëjnë ato. Na kanë ndihmuar shumë. Por nëse duam ta ngrisim reprezentimin shqiptar, bile edhe politizimin e Mërgatës në një kuptim pozitiv, në kuptimin shtetëror po foli, jo në kuptimin e partive politike. Sa ai nuk është politizim pozitiv, më pozitiv i mund shumë, po në kuptimin e shtetit, që t'jenë të politizuar në lidhmënin që e kanë me atë dhejën e tyre. Kjo është një politizim pozitiv që na duhet
dhe duhet të arjetëzojmë mërgatën tonë e ta përfshim në një mbrell në secilin prej këtyre 5 shteteve që i përmenda. Dhe e treta, duhet ta lidhim mërgatën me vendin. Dhe kur jemi këtu, unë mendoj që e kemi kalu tashmë atë fazën thjesht folklorike të dimenzionit të identitetit shqiptar. Ajo mirë mbahet në për familje tona, ajo është pjesë ekzistenciale, po për më kthy këtu, duhet diçka shtesë vetëm prej emocionit që na shkakton ndjenja e të qenit shqiptar. Ajo nuk mjafton. Ajo të bëm vizitor një herë në vit, ose 2 herë në vite, ose 3 herë në vite, po për me pa një perspektiv masi 30 vjet ke jetu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe më mundu mu kthy në Shqipëri, kjo kërkon diçka më shumë. Çka është kjo? Duhet ta zbulojmë së bashku, tashmë jemi në një drejtim. Për shembull, Kosova e ka edhe një program të garantimit të garanci kreditore, domethënë për ata që duan të investojnë në Kosovë, bizneset e ndryshme, që duan të asillin kapitalin në Republikën e Kosovës, të investojnë diçka, shteti bëhet garantues që paratë e tyre të mos humbin, të jenë ata të suksesshëm, të mund të fitojnë me ekonominë e tyre, me biznesin e tyre, dhe të mund të sjellin edhe familjet qoftë në Republikën e Kosovës ose në Republikën e Shqipërisë. Këto trija mendoj që janë esenciale. Mund të flasim me orë të tëra për këto trija, po unë vetëm i shpjegova shkurtimisht me zotin Hoxha në takon që sa ma shumë të thellojmë bashkëpunimin, të përimtësojmë edhe të zhvillojmë më tutje këto 3 dimensione që të arrijmë në nivelin më të lartë të organizimit. Faleminderit. Faleminderit ju. Uroj vërtet që të ketë një bashkëpunim më të fortë institucional mes Shqipërisë dhe Kosovës, edhe jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Ne jemi shumë dhe jemi më të fortë kur jemi bashkë, dhe ne kemi nevojë të mësojmë prej jush, po edhe të bashkohemi me ju. Ndërkohë, në Maqedoninë e Veriut, ne jemi bërë bashkë të fundmi në rrjete sociale për të mbrojtur Shqipen. Tani si i bëhet që ta mbrojmë Shqipen jo vetëm në rrjete sociale, po të jemi bashkë kur bëhet fjalë që dikush nga ne preket, zotja Ahmeti. Rudina, do doja fillimisht se unë jam deputet dhe kam defekte profesionale, nuk di sa i zgjas. Vetëm e ngrit dorën kur të bëhen 5 minuta. Shkurtimisht desha të flas dhe tani dalë tek tema. Mërgata shqiptare historikisht ka luajtur rol të rëndësishëm në tërë lëvizjen tonë kombëtare, që në periudhat e më hershme edhe para rilindjes kombëtare. Ka vazhduar në vitet 70-ta, 80-ta dhe sidomos në vitet 80-ta, ky organizim intensifikohet shumë më shumë në shoqata me karakter patriotik, Bajram Curri, Hasan Prishtina, Det Xholuli e kështu me radhë. Pas përfundimit të luftrave, 99, 2000, në thotë të tërë shoqatat janë shkri. Janë shëndru në shoqata fshatrash, lagje qytetesh, në gjithë Europën. Nuk jam kundër objekteve të kultit, por objektet e kultit shfrytëzohen për të kryer ritet fetare, por jo dhe për organizim politik, organizim më të mirëfillt që nevojitet. Mendoj që kjo çështje duhet të shtrohet si shqetësim tek të gjithë ne shqiptarët, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Lugin dhe Malsi e Madhe, sepse deri në 2000-shën shqiptarët nuk kanë vepruar në bazë krahinave dhe nuk kanë qenë të organizuar në bazë krahinave, por si tërësi kanë qenë të organizuar. Dhe mëse atëherë ka qenë e nevojshme, edhe tash është e nevojshme, po nivele tjera të organizohen.
se si mund të vinë në dheun e tyre kuadro profesionist, ekonomist, inxhinier, mjek, për të dhënë përvojat e tyre në shtetet ku ata veprojnë, ku ata punojnë. Se si të bëhen investitor, bashkë investitor me investitor vendas në Gjermani, në Zvicër, në Greqi, në Itali, që të bëjnë investime të përbashkëta sepse edhe Europa ka ndryshuar tani më politikat, nuk bëhen investime vetëm të Gjermanit, të Austriakut apo të vendeve të skandinave, por kërkojnë bashkë investitor sepse është më i sigurt. Kur janë të vetëm investitori i huaj, i bëhen hile nga vendorët. Kur janë bashkë investitor, do thotë prona ruhet bashkarisht me vendorët. Dhe politikat tona duhet të inkurajojnë këto ekipe që të vinë të investojnë, bashkë investojnë me investitor të huaj. Gjithashtu, më thotë është ëndër banka shqiptare të ketë. Ne nuk kemi. Në Maqedoni nuk ka. Që mund të mbledhin kapitalin e njerëzve që janë mërgat. Dhe nuk më pëlqen që quhet diasporë, sepse kjo është mërgate, jo diasporë, mërgata. Po, sa i takon gjuhës shqipe në Maqedoni, është një rrezik i vërtet, që mendoj që duhet i dalim zot të gjithë, gjuhës që e flasim të gjithë, gjuha shqipe në Maqedoni, me marrëveshje ndërkombëtare, të nënshkruar dhe të garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me përfaqësues të dërguarin e George Bushit, president e asaj kohe, është nënshkrues dhe garantues. Është nënshkrues dhe garantues Bashkimi Evropian me përfaqësues leotarë. Është garantues NATO e përfaqësuar nga Robertsoni. Dhe ne kemi besuar në autoritetin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, edhe ne kemi hedhur firmën në marrëveshjen ushtarake me presidentin Trajkovski si ushtri qëllimtare kombëtare, kemi pranuar marrëveshjen e nënshkruar në Ohër dhe kemi qenë të sigurt dhe kemi punuar bashkarisht me Shtetet Bashkuara, me Bashkimin Evropian, me NATO-n, me vendorët, suksesi i marrëveshjes së Ohrit dhe të arriturat e marrëveshjes së Ohrit, që nga simbolet kombëtare, arsimi në gjuhën shqipe, e folura në administratë e gjuhës shqipe dhe përfundimi i ligjit të gjuhës shqipe, që është konform marrëveshjes së Ohrit, gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, sa atëhershme që ishte Republikë Jugoslave, gjithashtu është gjuhë zyrtare, si dhe me alfabetin e saj. Dhe çdo koment tjetër që mund bëhet, a mund bëhet ligj më i mirë, a mund bëhet kështu, a mund bëhet ashtu, është vetëm për ta gërry përfundimisht marrëveshjen e Ohrit dhe për të ndryshuar karakterin kësaj marrëveshje ndërkombëtare. Përgjegjësinë e kemi të përbashkët. Washington, Bruxelles, NATO, forcat politike shqiptare, forcat politike maqedone. Maqedonia ka ardhmëri në bashkë jetesë, në bashkë qeverisje vetëm me shqiptarët. Pa shqiptarët, Maqedonia nuk mund të jetojë dhe ditët i ka të numëruara. E kryta. Pa ma bërë... Faleminderit. Edhe për mbretjen tuaj, për mërgata, kam përshtypjen, është lënë diaspora, se dikur ne kishim një libër edhe një simbol mërgata e qyqeve, thoshim për njerëzit të cilët donin të rëzonin regjimin e Hoxhës dhe ishin diku jashtë. Tani ka një mërgat shqiponjash që duan të vinë në Shqipëri dhe ta ndryshojnë vendin, ta bëjnë Shqipërinë. Kështu që pse jo, le ta bëjmë mërgata herës tjetër. E vendos
Ministria. Ndërkohë, zoti Abazovic, ju vini nga një vend i fuqishëm, edhe pse i vogël ekonomikisht, dhe padyshim keni një simbolik, një histori të diaspore që ka kontribuar ta bëj këtë. Çfarë mund të mësojmë ne nga ky fakt? Faleminderit shumë. Në fillim, kam qefi përshëndes gjithve, të falenderohemi qeverisë Shqipërisë për këtë organizim madhështor, të përshëndes panelistat, ministrat, përfaqësues të organizatave cilat kanë ardhur nga rajoni, nga Evropa, nga Shtetet e Bashkuara, dhe para se ju përgjigjem këtë pyetje çfarë keni shtru, po përgjigjem në këtë pyetje si e keni shtru emrin e panelit. A jemi të i ba atë çka duhet? Unë mendoj se sot jemi të i ba atë çka duhet. Sot jemi së bashku, sot jemi të diskutu, sot jemi të i hap tema cilat kanë të bajnë me diasporën dhe me problemet e shqiptarëve në rajon, ose në botë, por pyetja është, a kena me ba atë çka duhet nesër, apo a kemi ba atë çka duhet dje. Dhe nëse nga ky summit niset një mesazh unik, për cilin besoj se do të noll, se kur dalim kja dere pallatit, kur shkom në shtetet, në rajon, apo ku dasi jemi në përbot, të maskarom se duhemi të gjithë të jemi unik në mbrojtje të drejtave tona. Dhe para se ju tregoj situatën në Mal të Zi, apo çka mundën në mësu për Malit Zi, unë kam qef me nis një mesazh cili ka të baj pikë parit me Maqedoninë, se të gjithë duana me qenë të gatshëm të mbështesim shqiptarët në mbrojtjen e drejtave cilat janë arritur. Drejta cilat janë arritur nuk mundën të devastohen. Da me thanë, atë çka ishtë drejta arritur mundet vetë mu avansu, me qenë ma shumë drejta se katesh, por duhemi me qenë unik, së bashku të gjithë të tregojmë se me shku mbrapa nuk ishe pranueshme dhe do të marrim masa sa kush mundet nga politika, nga organizatat jo qeveritare, nga universitetet, nga njerëz intelektual si të mbrohen ata drejta. Unë e vi nga Mali Zi dhe Mali Zi ka një ide të përbashkët me Shqipërinë dhe unë jam shumë i kënaqur si sot në mëngjes kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nënvizu këtë si një arritje e madhe politike e cila pret edhe Shqipërinë, por edhe gjithë rajonin. Na së bashku duhemi të integrohemi në Bashkimin Evropian dhe aty do të tokohen tanë popullit e Ballkanit Perëndimor. Aty do të jemi gjithë së bashku dhe kja do të jetë arritje historike për gjithë gjeneratat cilat jetojnë pa marrë parasysh në Shqipërinë, Malzinë, Kosovë, në Bosnë, kudo, dhe ideja ishte si bashkë shkom drejt ati qëllim. Besej se në këtë moment jena pak në avantazh, e vërtet ishte se Ferit Hoxha me skuadrën e vetë do të bajnë çmosin të na arrisë, ndoshta edhe të na kalojnë. Unë e uroj çdo sukses si Shqipërisë, ashtu edhe Maqedonisë, Kosovës, gjithëve në këtë drejtim, por pa marrë parasysh kush mritën ma pare, ma vonë, ideja ishte njëjtë. Na duana me frymëzu njëri tjetrin. Pa frymëzim njëri tjetrit, mendoj se çdo kush ka me qenë në humbje. Vjen një dekat, besoj për 2-3 vite, cila ka me qenë dekat shumë pozitive për të treva, dhe na duhemi shumë ma shpesh mu taku, me bisedu, lidhur me projekte, cilat kanë të bajnë edhe me ekonomi, edhe me kulturë, edhe me politikë, dhe të jemi gatshëm për një armëri shumë ma të bukur. Pa përfundej, nëse nuk do të bashkëpunom, ne do të shkojmë në konflikt. Besej se çdo kush sa të shef se sa i damshëm ish konflikti. Mali Zi këtë e ka në trup të vetë. Sa i damshëm ish konflikti me Kajshi, me Rrethin, me rajon. Çoni gjithë së bashku të bëjmë diçka, të bashkohemi, të kemi partneritet, të kemi respekt për njëri tjetrin dhe të jemi shumë të kënaqur kur çdo kush prej neve ban dhe një sukses. E dim se pa shqiptar në rajon nuk ka progres dhe atë rolin e vet edhe atë responsibility, atë gjatë çka e kena na në krah të vet duhet mi qitë edhe në fund.
besej se ardhmeria gjithve neve ishë në Bashkimin Evropian, e këta njerëz si kanë ardhur pi Shtetet e Bashkuara apo pi vendeve ma të zhvillume, mendoj se shumë shpejt ka i me menu se si me ardhë mrapa dhe investimet e veta dhe ardhmerin e vetë mi pa këto në Shqipëri, në Kosovë, në Maltëzi edhe në vende të Ballkanit Perëndimor. Ju falenderoj. Faleminderit. Siç ju prezantoj Ministri i Jashtëm, të prezantoj dot më mirë, por më trego të lutem përvojën që ka zoti Gashi, nga Suedia, jo vetëm si pjesë e Parlamentit Evropian, por edhe si pjesë e diasporës, si mundemi ne që të bëhemi bashkë, jo vetëm për të sjellë sa të ardhura për atë dheun, por për të sjellë ndryshimin e madh për atë dheun, gjithë diaspora. Se pari të korrigjoj, jam pjesë e Parlamentit Suedez, jo ata të Evropian, po s'ka asgjë. Ndjes. Jo, në rregull. Se pari ndihem shumë krenar dhe falenderues jam pjesë e këtij summiti, këtij panelit me plot mbështetas për të cilën në jetën time i kam ndjekur dhe përcjellur prej fëmijërisë. Unë jam lind dhe jam rrit në Suedi, por me frymen e Drenicës, me frymen e Kosovës dhe me bën shumë krenar të jem këtu, sepse shumë herë kujtoj edhe gjyshin tim dhe ne imagjinatën e tim më të Krist kur se kish menduar që vjen një ditë kur nipi i tij bën pjesë në një summit të tillë dhe të ka një zë që ndoshta mund ndryshoj diçka. Dhe ndihem edhe atë sa krenar sepse i kam edhe vllahun edhe babin me veti këtu në publik. Dhe mundohem jo vetëm familjen time ta bëj krenar, por të gjithë kombin tonë. Unë duhet të flas jo vetëm nga teoria, por nga praktika. Sepse ka qenë ditë e mërkure kur e kam pranuar mandatin e deputetit. Në të ejtën e kanë zhvillu takimin e parë ka qenë në ambasadën e Shqipërisë në Suedi, së bashku me ambasadoren Albana Daullari, për të cilën nuk ja haroj kurrë. Dhe takimi i dytë në të premten kanë qenë në ambasadën e Kosovës, së bashku me ambasadoren Shkëndije Geci Sherifi, dhe me të cilët kam shumë bashkëpunim të afërt. Prej asaj dite ne jemi koordinuar, jo vetëm në fjalë, por edhe në vepa. U festua festa e 28 nëntorit për herë të parë në Kuvendin Suedez dhe ka pas përfshirje nga të gjitha partitë politike suedeze me politikanë suedez. Është ndërua dhe është marrë ceremonia e dita e çlirimit të Kosovës në Stockholm, ku marrim pjesë gjithë. Kam ngritur mocione edhe për shtyrjen e antarësimit e Kosovës në Këshillin e Evropës, edhe për ngritjen e bashkëpunimeve ekonomike mes Suedisë dhe Shqipërisë. Dhe këto mund ta bëjmë sepse diaspora shqiptare në Suedi e ka kuptuar një gjë, që jo vetëm të kthejmë kokën nga Kosova dhe Shqipëria dhe të ndjekim politikat e brendshmet, se ne duhet të kuptojmë që fjalët e Kosovës dhe Shqipërisë dhe e skenës politike ne i dëgjojmë me vëmendje. Dhe retorika përqasje shumë herë e përçan edhe diasporën. Kjo është fakt e vërtetë. Në Suedi ne jemi kyç dhe jemi interesuar të angazhohem në shoqëri civile me atu vende ku jetojmë. Dhe për fat mirë, unë nuk jam i vetmi, jemi 2 shqiptarë, 2 deputet me përjardhjen shqiptare në Parlamentin e Suedisë. Jemi 2 shqiptarë nga Suedia në Parlamentin Evropian. Kemi 9 kryetar në komunën e 2 më të madhe të Suedisë, 9 kryetar në komunën e 3 më të madhe të Suedisë. Kemi disa kryetar komune, disa 9 kryetar komune, dhe besoj që diaspora suedeze, shqiptarët në Suedi, veçon nga shumë diaspora tjera, sepse diaspora shqiptare në Amerikë është shumë e fortë sa i përket tregtisë, ekonomisë, kulturore. Por diaspora jonë demokratike dhe politike nuk është akoma aq e fortë në Amerikë, apo në Itali, apo në shumë vende tjera, si faktikisht mund të kemi edhe mundësi të bëjmë. Por duhet të shtyhen edhe ata, jo vetëm të ngadrohen në partitë politike dhe në ndegat e partisë që ekzistojnë në Shqipëri apo në Kosovë, po të jetë mesazhi edhe nga vendi qendror që kyçeni në parti politike atu ku jeni, sepse atu mund bëheni ambasador real, sepse në mes deputetin Adnan Dibrani
dhe Arbe Kokallarin, Shqipnia dhe Kosova i ka 2 deputet shqiptarë në Parlamentin Evropian në salla ku këta burra akoma nuk marrin pjesë. Kjo besoj është shumë e rëndësishme, kështu që teorinë mundohem të bëjmë në praktik dhe besoj dhe ndroj që kjo praktik të aplikohet edhe në vend tjera. Faleminderit. Faleminderit Arber për shembullin që sjell, që është arsyeja pse këto samite bëhen dhe për shqipen e mrekullueshme që ke. Faleminderit. Faleminderit, është falë prindve. Është radha për zotin Lazim Destani për të kuptuar, po shpjeguar me gjuhën e biznesit tani, si i bëhet ta përdorim sa më mirë dhe të mos e shpërdorojmë gjithë të mirat që ka diaspora. Si i bëhet, çfarë duhet të bëjnë shtetet tona, ministrat tanë të jashtëm, kryeministrat tanë, si të organizohemi ne? Faleminderit për ftesën. Në fillim kam dëshirë t'i përshëndes të gjithë pjesëmarrësit në këtë sallë të madhe, ku një numër të madh edhe i njoh që kanë ardhur nga Australia, nga Kanadaja, Amerika e shumë vende tjera për dashurinë që kanë për Shqipërinë dhe për atë dheun. Është privilegj të marrësh fjalën dhe të folish për diasporën. Diaspora mund të them lirisht se e daj në 4 gjenerata. Gjenerata e pari të koj vetë, se kam qenë nga një të parët, po gjenerata e dyta, e treta, e katra, gjithmonë kanë hip hap pas hapi me shumë suksese, kurse gjenerata e katërt tash gjendet më shumë në universitetet gjigante të botës, ku ata janë të pritur me kohën. Unë e shoh se diaspora shqiptare nuk ka qenë kurrë më e fortë, më e madhe dhe më e suksesshme se sot. Në diasporë kemi udhëheqës që udhëheqin bankat gjigante, janë shqiptarë. Kemi udhëheqës që udhëheqin spitalet, klinikat gjigante, e mos i përmeni me rend, por çka mund të bëjmë, si ishte edhe pyetja juaj, atë kapital, atë dioni, atë mençuri ta sjellim në vendet tona. Diaspora nuk kërkon privilegje. Ajo kërkon mundësi, kërkon besim, kërkon një vend ku të investoj jo vetëm kapitalin financiar, por edhe kapitalin më të çmuar, dionin dhe përvojat e veta. Besoj se tash edhe qeverit, po edhe këtë do bëjnë më të mirën që të investohet si është më e mira. Do me thënë, besoni se kemi diasporë të jashtëzakonshme ku don të investoj, don të hape vende pune, don të bëjë Shqipërinë, Kosovën e vendet tona, Evropë, që ne mos shkojmë atje, po Evropën ta kemi në shtëpiat tona. Në fund, dua edhe di fjalë, kur flasim për diasporën dhe për faktin nëse po bëjmë mjaftueshëm për të, kam një kërkesë konkrete edhe për ministrat që i kam këtu para meje, po edhe qeverit tona, kërkoj që diaspora të ketë vende të rezervuara në parlamentet tona, të ketë deputet të diasporës. Kjo është një praktik
që zbatohet me sukses në shtetet në të ndryshme si Kroacia po disa vene. Pse mos i kemi edhe na? Besoj se me një diasporë aq të suksesshme do ishte një hap, do të begatonte demokracinë tonë dhe njëkohësisht do të shërbente si një frymëzim i madh për diasporën që të organizohet më aktivisht në proceset e vendmarrjes. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për të gjithë panelin. Më pëlqeu shumë propozimi juaj, si kundërtam propozimet dhe këtë do doja tani prej të gjithë pjesëmarrësve. Pyetje dhe propozime për panelin. Po, tani të filloj me radhën se po shoh disa duar, me zotrinë e parë edhe me radhë. Po. Vetëm mikrofonin ju lutem, ta ndihmojmë. Prezantohemi dhe pastaj i drejtohemi panelit me pyetje apo propozim. Të nderuar të pranishëm, sot kam një ndjenjë të bashkimit, tolerancës dhe bashkëpunimit, por kam nderin që të shpreh dhe dobësitë juridike. Politika shqiptare gjithmonë ka qenë suksesshme. Dhe kur flitet për diasporën, nuk duhet kërkohet vende, sepse diaspora bëri dy shtete, bëri Shqipëri dhe bëri Kosovën. Prandaj diaspora duhet të jetë shtet në vete dhe themelësia e saj duhet të jetë në Bruksel. E dyta, çështja që nuk diskutohet asnjëherë. Pyetja e parë që shtrohet, sa shqiptar ka në botë? Shqipëria nuk i njeh shqiptarët e saj. Aspekti juridik e para është, ne kemi marrëveshjen e Ohrit, me të cilën gabimet ishin juridike. Në çdo marrëveshje ka 3 palë për garancë. Jo, dakord, vetëm ta tregoj pjesën, ta them pjesën juridike se ne humbim shumë me atë. Pse është problemi? Është edhe i Shqipërisë problemi, edhe i Maqedonisë, edhe i Kosovës. Por çështja është juridike. Në marrëveshjen e Ohrit ishin 3 elemente barazie. Pëlqimi i palë ishte pëlqimi mes palëve, barazia mes palëve dhe garanca. Momenti që u dorëzoi në armët u prish marrëveshja e Ohrit. Pra, sa ligja çfarë ndoshte dorëzohet. E dyta, po ashtu është pjesa juridike. Do duhet që të bëjmë një letër njoftimi, sepse drejtat fillojnë nga momenti i regjistrimit. Diaspora nuk ka një libër am të veçantë me të cilën ne duhet gjithë të jemi të bashkuar në aspektin juridik. Po ashtu shpreh shqetësimin tim, shfrytëzoj rastin, aktualisht për disa ne folim për diasporën në Maqedoni, aktualisht mbi 180.000 qytetarë jo rezident fshihen nga lista e regjistrimit dhe po ashtu do pse akoma më shumë çështje që kanë bëjnë drejt për së drejti me fshirjen e evidencës. Unë besoj që jo rastësisht diaspora është në sulm më sipër. Prandaj gjëja e parë që duhet bërë aspektin juridik. Vëmendja jonë nuk ka qenë juridike. Prandaj duhet bërë regjistrimi i Kombit Shqiptar në botë, i diasporës dhe të drejtave kombëtare. Kjo do të ishte letër njoftimi juridik, respekte për gjithë ju dhe organizimin bashkë. Apeloj bashkëpunim, tolerancë dhe bashkëpunim mes vetëve. Shumë faleminderit. E lëm në kuadrin e propozimit apo do kemi një përgjigje prej zotit Hoxha? Po. Shumë shkurt, shumë faleminderit një për pyetjen. Pajtojmë 100% me ju. Ne nuk kemi rretizimin e nevojshëm të diasporës dhe unë s'kam asnjë turp të pranoj që nuk ja kemi dalë ta bëjmë. Nuk kemi gjetur dot mënyrën, formën, platformën për të bërë regjistrimin e diasporës. Pse? Sepse është element delikat. Sepse për shkak të trashëgimisë tonë të paktën për Shqipërinë, kemi qenë shumë hezitues për të imponuar një regjistrim i cili në vendet e konsoliduara është normë. Jemi munduar ta bëjmë me 2 platforma. Me një platformë që nuk ka funksionuar, e cila kam përshtypjen që është diku duke fjetur tani, dhe kemi punuar për të bërë një hartëzim dhe një regjistrim vullnetar të shqiptarëve, të komuniteteve, të shoqatave, të antarëve, të kontributorëve, whatever the name, përmes Agjencisë Kombëtare të Diasporës. Kemi shkuar shumë më larg për këtë, po jemi në shifra jashtëzakonisht modeste. Ajo që unë do doja bashkë me ministrin e Kosovës, bashkë me institucionet e Kosovës, të gjejmë një platformë e cila është e përbashkët, ku kushdo që do të regjistrohet me të dhëna sa më pak
personale, pra nuk na intereson se ku banojnë, na intereson se kush janë, në çfarë industrie janë, nga cili vend vinë, në mënyrë që ne të programojmë edhe burimet tona njerëzore. Nuk mund të investojmë dhe nuk mund të punojmë për diçka që nuk e njohim mirë. I vetmi regjistrim që është bërë deri tani në një shkallë të caktuar, por që është komplet i veçantë, është regjistrimi për zgjedhjet. Të paktën nga pikpamja shqiptare. Po ne nuk do hyjmë aty, nuk na intereson ai dhe nuk kemi për t'i përzier gjërat. Ne duam të krijojmë së pari besimin tek diaspora, që regjistrimi na jep një pasqyrë të qartë për ata vetë për ditur se ku janë, për ne për ditur se ku i kemi, ku janë, në ku evoluojnë dhe si mund të jenë të dobishëm. Ai regjistrim do bëheshe në total, do bëheshe sigurisht edhe sipas fushave të tjera, domethënë për parë se si mund të ndërveprojmë më mirë me ta. Na thoni, na propozoni dhe na ndihmoni. Ne nuk e bëjmë dot pa shoqatat e diasporës, nuk e bëjmë dot pa punuar bashkarisht, por është një nga pikat esenciale thelbësore. Dhe e fundit fare, kemi Këshillin Kombëtar Koordinues, Këshillin Koordinues të Diasporës, që Lazimi e drejton aktualisht. Është një platformë të cilën ne duam ta zgjerojmë, ta forcojmë dhe që të punojë, sepse vijnë nga horizonte të ndryshme dhe nga gjeografi e ndryshme, të punojnë të gjithë me shoqatat në mënyrë që të ecim bashkarisht drejt këtij objektivi. Sa i përket e fundit fare, sa i përket përfaqësimit politik, të zgjedhurve etj. Shqipëria është duke diskutuar, ka një grup ad hoc që është duke diskutuar për ligjin e ri elektoral, është problem politik mes aktorëve politik të mëdhenj në parlament, atyre duhet bërë propozimi, Ministria e Jashtme natyrisht që ka një zë të vetin, domethënë në kuadrin qeveritar, por ata janë aktorët me cilët mund të punojnë dhe duhet punuar për këtë aspekt. Le të regjistrohemi, po, zonja, aty, po, mikrofonin të lutem te vajza atje, po. Po, mikrofonin. Në fund, me të zeza, po. Përshëndetje të gjithëve, e quhem Elona Kataro, jam president e organizatës Sieta në Greqi dhe pjesë e diasporës shqiptare në Greqi. Në radhë të parë dua të them që vi nga një vend që ka një diasporë e cila është e re, pasi deri dje kemi folur për emigrant dhe po jo për diasporë në Greqi. Ju dëgjova me vëmendje, e vërteta është që në fillim doja të bëja pyetje, por pastaj dua ta kthej në falënderim, sepse ju prekët një nga ato pika të cilat unë doja të flisja dhe në një propozim akoma më të zgjeruar. Ne këtu vim, është samiti 4, kemi ardhur në çdo samit dhe kemi dëgjuar për histori suksesi dhe me respekt shumë të madh falenderojmë të gjithë këta individ të cilët kanë arritur të dallojnë në gjithë botën, sepse njëkohësisht ai suksesi i tyre është edhe suksesi ynë dhe ne ndihemi të lumtur për arritjet e tyre. Por le të mos harrojmë dhe diçka tjetër, që bëhet fjalë për sukses individual dhe më vjen keq që nuk është një qoftë edhe një përfshirje për një formë tjetër suksesi, i cili është sukses kolektiv, është suksesi përbashkët i të gjithë neve që përfaqësojmë organizata, shoqata, komunitete në gjithë Greqinë, në gjithë botën dhe jemi sot pjesë e kësaj. Pak me radhë. Faleminderit shumë. Ajo që doja të thoja nderuar Udina është që ne propozojmë të krijohet një platformë digjitale ku ne organizatat dhe shoqatat të marrin pjesë aty, jo vetëm të keni juve statistikat se kush jemi dhe çfarë përfaqësojmë, por të kemi mundësi të shpalosim edhe programet tona vjetore me qëllim që si shoqata dhe diaspora në pjesë të ndryshme të botës të shkëmbejmë eksperjenca, të marrim pjesë në to, që të jemi një diasporë e fuqizuar dhe përbashkët. Faleminderit. Shumë mirë, faleminderit. Të lutem mikrofonin këtu që ta bëj pak me radhë, të dy zotrin këtu. Këtu, okay, po të dëgjonaj, se nuk e bash. Për pak. Mark Gjonaj, antari i Këshillit Koordinues Diasporës, më kënaqet zemra kur i shoh trojet tona bashkuar në një panel. Por e sëni më shkon të një kariga bosh që me siguri a ba qëllim për përshevës e qemëris që nuk i kemë sa të. Historia jonë me vërtet ishi tragedi që i këfit në dajnë. Po këfit dajnë shtetet e jo zemrat e shqiptarëve që rahin një lloj kudo që jenë në botë. Sa për flasim që i kemë dy përfaqësues e Shqipërisë dhe të Kosovës. Edhe për investorni që të amërojmë identitetin tonë në shtetet
në tokat tuj. Mos të harrojmë se dhe shqiptarët pja harrojnë identitetin e gjuhën e tynve në Malzi, në Qemri, në Greki, në Itali. S'keni nevojë me që aq lartë për ta qyrim ku e kem diasporën sot e nevojën që ta mbrojnë identitetin edhe gjuhën tonë në ata trojet tona. Pyetja për ju ishtë që e kemi këshill koordinues diasporës. A është gatshëm Kosova me pranu njëjtën këshill e ta nopim emrin e ri, Këshilli Kombëtar e Diasporës o migrantarëve, që me vërtet punon diaspora me dy shtetet tona që i kem për të mirën e intereset e popullit tonë. Po, përgjigjet njëri apo ta lëm për si propozim? Po, zoti Konjufta, apo ta quajmë si propozim? Ai për atë ishte. Faleminderit. Zoti Gjonaj e dha një propozim shumë të mirë, i cili do të shtrohet ma shumë në formë të një projekti, kësha pas me thonë. Do të kemi shumë kujdes, ma mërmenja, kur kryojmë diçka në mërgat. Nëse nuk është e përbashkët, edhe nëse nuk e bën Kosova bashkë me Shqipërinë, rrezikohen të na krijohen dy mërgata të ndryshme. Dhe këtë ndonjëherë gjatë vizitave të mia edhe vetë e kom po. E kom ndi, e kom kuptu ma mirë. Sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që numri është diqysh si barabartë mes kosovarëve dhe atyre të Shqipërisë që kanë shku. Edhe nëse atje nuk kemi qasje unike, qasje të përbashkët të Shqipërisë, dhe nëse nuk e bëjmë ato mbrellë së bashku, duke i fut ato shoqata të cilat janë të ndërtuara prej shqiptarëve të Shqipërisë, dhe shumë shoqata ka dhe të kosovarëve që i kanë kriju, shqiptarët e Kosovës. Atëherë rrezikojmë me vepru në dy regjistrat të ndryshëm, të cilët pastaj e paksojnë atë mundësi të ndikimit edhe të operimit brenda vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj edhe këtu, për këtë arsye jemi sot bashkë, që duke folë të arrim deri këtu, duke diskutu deri të këto projekte, njëra prej tyre ishte edhe kjo zoti Gjonaj që e tha, pikërisht për këtë fola kur thash një ombrell e përbashkët e gjitha shoqatave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto do ta bëjmë së bashku me zotin Hoxha më përmendja, folëm edhe në takimin që e patëm më herët, pastaj e patëm edhe një drek pune, shumë nga këto koncepte u diskutuan së bashku dhe kemi një mirë kuptim, vërtet që të ecim më shpejt në këto rrugë. Faleminderit. Vetëm dy fjalë, sepse pajtohem me gjithçka që tha Glauku, edhe pse Glauku është paksa më i kujdesshëm se sa unë. Unë jam paksa më emocional, dhe më thënë, dhe paksa më kështu, shpresoj të jem paksa më reaktiv. E para, Këshilli Koordinuesi i Diasporës sot përbëhet nga shqiptar nga Shqipëria dhe nga shqiptar nga Kosova dhe jo vetëm nga Kosova. Pra dhe më thënë, meqense kemi testuar forma të ndryshme në këto 10 vjet kur kemi filluar të merremi seriozisht me ndërveprimin tonë me diasporën, kemi testuar disa forma, nuk kemi sigur që kemi gjetur më të mirën, por mendoj që deri tani kemi më të mirën të tëra që kemi testuar. Unë jam shumë dakord dhe e pranoj sfidën, në qoftë se bien dakord, që Këshilli Koordinues i Diasporës të bëhet Këshilli Kombëtar i Diasporës, në qoftë se apo me emër tjetër, me strukturë tjetër, pak rëndësi ka. Rëndësi ka që ne të bijem dakord, siç kemi rënë dakord me Glaukun sot e më parë kur kemi biseduar, që në ndërveprimin tonë diasporës, për sa i përket identitetit, gjuhës, imazhit, ndërveprimit, shfrytëzimit, rrjetizimit, përdorimit të miqve për Shqipërinë, për Kosovën, për gjithë shqiptarët, për shqiptarinë, ne s'kemi absolutisht asnjë dallim. Dhe nuk na pengon asnjë gjë që të jemi totalisht të koordinuar, të harmonizuar dhe të kalendarizuar për të bërë këtë gjë. Se si avem emrin dhe kur ta krijojmë, kjo natyrisht do të varet nga cilësia dhe nga shpeshësia e kontakteve dhe nga cilësia e diskutimeve tona. Unë jam shpresplot
që doja dalim, sepse kemi arritur në shkallën e maturitetit që gjithçka që kemi bërë nuk na duket mjaftueshëm mirë dhe duhet të arrijmë aty ku mendojmë se duhet jetë shumë mirë. Faleminderit zoti Hoxha. Pra, një hap po idhet në këtë summit, paktën në këtë panel që po drejtoj, që diasporën po e shikojmë bashk. Kjo është e rëndësishme, pastaj le të shohim më pas. E shikoj që jeni shumë duar që ngriheni, po unë kush e ka mikrofonin do flasi. Po. Përshëndetje, jam quhem Eri Dunja, jetoj dhe punoj në Suedi, do të kaloj Përshëndetje, quhem Eri Dunja, jetoj dhe punoj në Suedi, do të jap disa ide ndoshta inovatore dhe shpresoj që të mos paraqykohen në lidhje me bashkëpunimin midis Kosovës dhe Shqipërisë. Për shembull, të dy kryeministrat e ai shqiptar dhe i Kosovës kanë premtuar që do të fillojë punimi i hekurudhës midis Shqipërisë dhe Kosovës, Durrësit dhe Prishtinës. Do të sugjeroj që të konsiderohet dhe lundrimi në Drinjën e Zi. Ato kanë thënë që ndërtimi i hekurudhës do të marrë mbi një dekadë. Nëse konsiderohet lundrimi në Detin e Zi, ndoshta mund të merren dhe përfitime ekonomike dhe më përpara se sa hekurudha të jetë e përfunduar. Një pikë tjetër kryesore është që ne shqiptarët nuk e dimë shumë mirë që leku shqiptar është me të vërtet një fuqi e madhe që ne kemi. Për shembull në Kosovë përdoret euro, por ato nuk e printojnë euron. Do të sugjeroj që bankat qendrore të Shqipërisë dhe të Kosovës të konsiderojnë dhe bashkimin monetar. Besoj që do të ketë përfitime, të konsiderohet dhe plani i marrjes së euros për Shqipërinë, por dhe bashkimi ekonomik i Kosovës. Gjithashtu, një pikë tjetër, unë e mendoj shpesh si mund të jetë si mund të qahet muri i Berlinit midis Kosovës dhe Shqipërisë, për atë që do të quhet bashkimi kombëtar. Unë kam menduar që Tirana dhe Prishtina janë pak larg me njëra tjetrën, që të ketë një moment si ai muri i Berlinit. Dhe ndoshta një pikë gjeostrategjike është që të përdoret dhe Kuksi si kryeqyteti i Shqipërisë, për të përcaktuar në mënyrë të qartë dhe qëndrimin e Shqipërisë, për të bërë bashkimin e Shqipërisë. Të tjerat më merr mua në intervistë, intervistoj të drejtari televizion. Faleminderit. Ja këtu mikrofonit të zotëria me të bardhë. Të lutem se i dash fjalën. Edhe këtu pastaj. Po, faleminderit. Ragip Zekolli nga Brukseli, përshëndetje të gjithëve. Unë kam dy propozime konkrete që mendoj që lidhen drejt për drejt mu me këtë seancë dhe me prezencën që është këtu. Dhe e para është, ne shqiptarët nuk e kemi ditën e diasporës, a e kanë të gjithë popujt fshinë. Propozimi im është që në këto samite, ato vendime të bëhen të plotfuqishme. Pikërisht, me 6 maj është ditëlindja e Skënderbeut. Me 6 maj është një festë pagane që festohet ndër breza. Propozoj që kjo festë të jetë dita e diasporës në tënë botën e modalitetet do t'i bëjmë së bashku. Çështja e dytë, që edhe unë vonë e kam kuptu është shumë ma e rëndësishme kujtoj, për arsye se themelusi i shtetit shqiptar, Ismail Qemojli, ka kalu 8 vite të veprimtarisë të tij në Bruksel. Kërkojmë që gjithsesi autoritetet tona, së bashku me diasporën aty, të vumë një plak përkujtimore në rrugën Washington ku ka jetu Ismail Qemojli. Dhe e treta, ju lutëm, do doja që t'ju shoh sikur në këtë truez, ashtu si që shoh diplomatët tonë në Bruksel. Në Bruksel, çdo 17 janar, ne vendosim buxheta lulës së bashku, ne organizohemi së bashku dhe ju falemnderit shumë. Edhe njëherë, krenarisht jom këtu, sa reagimi nga zëri diasporës Londër, Albi Uketi Vidh, njëkohësisht antari rrjetit bizniseve në globale. Sugjerimit ishte mrekulli, kjo sugjerimi i fundit që ishte për çështjen e investimit në arsimtar për dhënë mësim në diasporë dhe të zgjedhur 5 vende të veçanta, një propozim du marrë parasysh që jam në komunikim të vazhdueshëm me komunitetin shqiptar gjithandej përfshirë dhe në Londër. Unë mendoj që çka ju mungon shqiptarëve në diasporë, ju mungon shtëpia të kulturës. A keni mundësi
që të krijoni një shembull në 5 vendet që ju mendoni që janë më të avancuar në atë kuptimin që kanë popullat më shumë, ti kem 5 shtëpi të kulturës ku faktikisht ke mundësi edhe me prit musafir, edhe me promovue gjithçka që është shqiptare, edhe kulturën tonë, të marrë parasysh se ambasadat janë jashtëzakonisht aktive dhe na krijojnë hapësirë, po e vërteta është që nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për ta akomoduar krejt komunitetin dhe gjitha këto aktivitete që mirët popullata shqiptare dhe diaspora, natyrisht promovimin e biznisit në mënyrë më të mirë. Ju faleminderit. Po, faleminderit. Ka diçka po, zotë Min. Shumë shkurt disa pyetje për të tëra komentet, edhe njërë, jemi lumtur që kemi një pjesëmarrje aktive dhe ky është edhe sensi ynë, që të kemi mundësi sa më shumë pjesëmarrje nga ata që kanë marrë rrugën dhe kanë ardhur të bashkohen me ne në këtë kuvendim. Në lidhje me pyetjen për Ekurullën për Kosovën, është një nga projektet. Ne kemi bërë 8 mbledhje qeveri me qeveri me qeverinë e Kosovës. Në të tëra mbledhjet kemi nënshkruar marrëveshje. Jemi duke bërë me ministrin Konjufca një vlerësim analitik se ku jemi me zbatimin e këtyre marrëveshjeve për t'i ripërtrirë ato që mbase kanë qenë çik më të mënjanuara dhe për të parë se çfarë projektesh po shtym përpara ose çfarë projektesh të tjera do të sjellim në mënyrë që natyrisht të bëjmë atë ndërlidhjen e padiskutueshme në çfarë lloj forme me Kosovën. Dhe Ekurulla është absolutisht një nga akset madhore. Është investim madhor, nuk bëhet kollaj, do kërkoj kohën e vet, do kërkoj financimet e veta, por siç kemi bërë të tjera do bëjmë edhe këtë në mënyrë të padiskutueshme. Në lidhje me elementet tjerë të bashkimit, si më thonë, të bashkëpunimit me Shqipërisë dhe Kosovës, Kosova ka një avantazh se ne jemi akoma në Eurozonë. Kosova është në Eurozonë tani. Domethënë, ne do presim të futet dhe Shqipëria në Eurozonë që të bashkohemi me dhe të shohim se si mund të bëjmë më mirë bankat për te gjysmë shakas kuptohet. Për sa i përket ditës së diasporës Ragip, ne kemi ditën e diasporës, është data 18 dhjetor. Domethënë, mendoj që dita ka simbolikën e vet, por rëndësi ka të kemi një ditë dhe nuk na pengon asnjë gjë që datën 18 dhjetor ta kemi ditën kombëtare të diasporës, jo vetëm dita shqiptare e diasporës, siç e kemi në Shqipëri. Për sa i përket pllakës përkujtimore, dhe kjo lidhet dhe me qendrat kulturore. Në praktikën ndërkombëtare, siç e njohim ne, ka 2 modele. Një model është i vendeve të konsoliduara, Italia, Franca, Gjermania, të cilat kanë institute të cilat janë të krijuara nga vendi për të projektuar imazhin e vendit dhe shoqëritë e tjera. Ne s'jemi akoma aty. Dhe do ishte iluzion të mendojmë që do shkojmë shumë shpejt aty, që Shqipëria të ngrejë një qendër kulturore në mes të Parisit dhe të kemi ditë për ditë aktivitete. Nuk jemi akoma aty. Do duam të shkojmë, por nuk shkojmë dot tani për tani. Është modeli tjetër nga një grup vendesh të tjera ku janë komunitetet ato që janë baza, që kanë krijuar bazën fillestare dhe bashkëpunojnë dhe ndihmohen dhe nga shteti. Këtu kemi shumë për të bërë. Dhe këtu mund ta bëjmë bashkë me Kosovën, bashkë me këdo, me shoqatat, nëse nuk kemi bashkëpunimin e autoriteteve, qoftë në Maqedoninë e Veriut apo në Malzi apo me aty ku natyrisht më drobitur me Preshevën, po të paktën me shoqatat. Dhe është komuniteti i cili është aktori kryesor dhe i menaxhon këto, sepse i menaxhon për veten e vet, me burimet e veta, me artin e vet, me ato mund të jenë edhe për shërbime sociale etj etj, me bashkëpunimin e shtetit. Dhe këtu ka shumë për të bërë dhe jam i sigurt që në strategjinë që ne jemi duke diskutuar aktualisht dhe të cilën do ta bëjmë operative sa më parë përmes një plani veprimi, kemi parashikuar në mënyrë të qartë qendrat kulturore me dhe për diasporën. Unë nuk e di sa kohë kam për gjithë të duar, kush e ka mikrofonin tani? Po. Faleminderit. Unë jam rektori i Universitetit Nën Tereza në Shkup. Kam një propozim, domethënë cirkulimi i trurit është një prej ideve cilën ne kishim propozuar, krijimi një regjistri mbarkombëtar, krijimi i ekspertëve të ndryshëm, kemi inxhinierë në Google, kemi plot inxhinierë të punësuar kudo dhe me krijimin e këtij regjistrit afrimi edhe një mundësie për një pasaport akademike, që ato të qarkullojnë më lehtë, dhe në këtë platformë digjitale, sotferike, përmes cilës do të njoftohen edhe për mundësitë, domethënë që afron, për shembull, Universiteti Nën Tereza është i gatshëm të angazhon shumë prej diasporës për mentorimin e studentëve. Ne kemi shumë mjete digjitale përmes platformave video, të cilët mund të mentorojnë shumë studentë ne në gjithë hapësirat kombëtare. Dhe me këtë mendoj për një investim shumë të vogël, realizohet qarkullimi i trurit, për shkak se
ajo që njihej si kthimi i trurit u pasë është i pamundur, po qarkullimi realizohet shumë lehtë, duhet mendohet mënyrën ose pasaporta diplomatike ose diçka e tillë në regjistrin kombëtar dhe pse jo në summitin e 5 të diasporës kemi edhe panairin e hapur të këtyre ekspertëve ku do t'i kishim thirrur dhe mundësitë prezantohen ato edhe cilët janë mundësitë ku ato mund të angazhohen për universiteteve. Faleminderit. Shqipes tani. Zonja me trëndafilin e parë. Përshëndetje. Unë jam Anila Kadia, vi nga Londra. Jam e diasporës nga viti 1991. Pra me një eksperiencë të gjatë. Nuk do bëj asnjë pyetje rreth panelit të gjuhës shqipe, sepse kemi pas këtij paneli. Desha të nënvizoj rolin e rëndësishëm të gazetarisë në diasporë. Jo të gazetarëve shqiptar në Shqipëri, të gazetarëve shqiptar në diasporë. I pash me shumë vëmendje panelet dhe nuk pash asnjë gazetar ose gazetare të ardhur nga diaspora dhe të japi mendimin ose të udhëheqi panelin. Ashtu sikurse nuk pash në panelet tuaja të ketë pjesëmarrje nga diaspora, nuk them 100%, por të paktën 50%. Unë dola nga një panel i cili ishte në sallën ovale dhe flitej për librin. Paneli ishte me ekspert, me profesor të nderuar, të cilët kanë qenë dhe profesor të mi në filologjikun e Tiranës, por nuk ishte asnjë mësues, nuk ishte asnjë krim se flisnin për librin shqip dhe u bë dhe pyetja, sa lexohet libri shqip dhe sa janë të interesuar shqiptarët për librin shqip dhe nuk ju dha dot përgjigja. Jo sepse ne to statistika nuk i kemi, por nuk ulen në panele përfaqësuesit tanë. Pyetja ime është përse ndodh kjo, që ne nuk kemi zë si gazetar të diasporës dhe përse ndodh kjo që ne nuk kemi zë sa ç'duhet si diasporë. Faleminderit. Faleminderit Anila. Mikrofoni është këtu për zonjën. Nëse s'ka një përgjigje, unë mund t'ju them që e morët mikrofonin dhe e keni zërin. Vetëm flisni, gjeni dëshirë e flisni, ju lutem. Do t'ja japun zonjës përgjigjen se ishim në të njëjtin panel. Dhe nuk më dha se drejta të përshëndesja. Megjithatë, unë erdha me kënaqësi të madhe për ju zotërin të nderuar këtu, i nderuar Ministri i Jashtëm i Punëve të Shqipërisë, Punëve të Jashtme. Dua të bëj një përshëndetje speciale dhe e kam këtu për ju, zoti zëvendës ministër i Kosovës, në mos nuk gaboj, zoti Ali, zoti Dritan, i nderuari zoti Destani dhe i mrekullueshmi ky djali që na jep kaq shpresë për mbrojtjen sidomos të çështjes së Kosovës. Unë kam një shqetësim shumë të madh i nderuar zoti zëvendës ministër i Kosovës. Ju jeni gjithë keni punuar aq shumë për lirinë e Kosovës dhe unë kam një shqetësim. Ne duhet luftojmë kundër harresës. Atje në Hag nuk janë vetëm ata burra, po është në pikpyetje lufta e drejtë që bëri populli i Kosovës dhe gjithë Shqipërisë dhe në pikpyetje gjenocidi që u shtrua kundër popullsisë së Kosovës. Më lejoni, unë kam ardhur nga Kanadaja e largët dhe kam bërë gjitha të rrugë, kam shpenzuar një 5 minutë, çdo ma kushtoni për t'ju nderuar ju dhe luftën e Kosovës kundër harresës. Faleminderit. Të gjakosur janë ende muret e gurta. Rrugët të gjakosura janë. Edhe strehët gjak pikojnë. Edhe plisat kur i shtrydh vetëm gjakullojnë. Edhe zemrat plasur janë. Është gjak që nuk fshihet, nuk ikën, rri aty pa u tharë. Trarët e vjetër rënkojnë, është gjak i pamar. Kosovë,
ti gjak në përëndra she, gjumi të është kthyer në mankë, shumë gjak I pafajshëm u derdh, është aty, nuk I këkollaj. Je dhimbje Kosovë, je dhimbje gjallë, je dhimbje mbytur në lotë, je dhimbje e larë në gjak. Gjak vrasjesh të ndërkryera, torturash, përdhunimesh dhe bajonetat ngullura në barkun e fëmijëve, dhe nëna shtatzëna me mitrën e qarë, kjo gjë me kjo bëm, as në mesjet nuk ish parë. Urrejtje patologjike, urrejtje të marrësh, kurdisur me gënjeshtra, me pazare djajësh, trarët e vjetër gjëmojnë, është gjak I paterun, është gjak I patharë, është dhimbje në kock, është gjak I pamarë. Okej, të falenderoj shumë, jashtëzakonisht, faleminderit. Okej. E ndajmë kohën për të gjithë, me qëllim që të gjithë të flasin nga pak. Ai djali atje dhe vajza. Ajo e fundit është Kosovë, e bukura Kosovë, një varg I fundit, e vë, titrarët e vjetër I nderon me hak, po ti një tjetër mëndësi ke. Drejtësi kërkon, drejtësi, jo gjak. Faleminderit. Gjithë të duam, drejtësi jo gjak. Po. Ata afro me thonë? Vetëm afro. Më bie dielli prandaj, do ta jap ty tani, po. Përshëndetje të gjithëve panelist, sidomos zoti Ali Ahmeti. Jam Jan Bislimin nga shoqata Alea, shoqata studentore Alea në Lyon të Francës. Le t'ju them se jam gjenerata e tretë në Francë, e lindun atje, dhe le t'ju them se shoqata joni ka 30 vjetë provoj tani, 1991. Të vetmin moment ku jemi kontaktu nga shtetet shqiptare, ishte në 2010 parafërsisht, ku na kanë ndihmu për shkollë shqipe e tjera. Por nga ajo nuk kemi më asnjë kontakt, asnjë rrjetizim, edhe po më vjen mirë se zoti Ferit Hoxha po fol për rrjetizim. Kemi nevojë për rrjetizim, kemi nevojë edhe për kontakte shumë të vazhdueshme me shtetet shqiptare, sepse jemi të hapun, jemi vetëm një strukturë, ndoshta edhe në Francë, në Lyon, 44.000, 24.000 shqiptar janë në rajonin e Lyonit, edhe besoj se pa ne nuk keni si të vazhdoni. Dhe përveç kësaj, një gjë kam për ministrin tim, se në fakt jam nga Kosova, po më vjen shumë keq që me një panel ku folim për bashkërendim të aksioneve, të veprimeve shqiptare në diasporë, ende një gjë që e luftojmë vetë ne në Mërgot, ende po flitet për kosovar e shqiptar. Zotri, jam shqiptar I Kosovës, nuk jam kosovar. Nuk e shoh si t'ja bëjmë të bashkërëndisim Mërgotën shqiptare, kur flasim për kosovar e shqiptar, që nga fillimin gjë nga semantika e ndojmë shqiptarin në kosovar. Falenderit shumë, na falni për se emocion. Po, jo, ishe e shkëlqyer, faleminderit, po. Shumë shpejt, vetëm një minutë. Për brain circulation, jemi totalisht dakord. Në mënyrë të padiskutueshme, ne nuk do ta kthejmë dot trurin në Shqipëri dhe nuk është kërkesa. Ne duam të kthejmë kontributin e trurit në Shqipëri. Dhe kjo është mënyra si gjejmë përmes platformave. U përmend nga ajo zonjusha që foli nga Greqia, të gjejmë platformën më të mirë në mënyrë që jo vetëm të bëjmë regjistrimin vullnetar, por edhe ekspozimin e kujtdo, kontributi, shoqatet e tjera. Për ta lidhur me zotrin nga Lioni, nuk e di domethënë sepse ka pasur kaq ndërveprim kaq të mangët me përfaqësuesit e Shqipërisë dhe të Kosovës, por ndoshta e keni marrë telefonin me fol me ambasadat? U keni thonë ambasadave, I keni ftuar ambasadat, keni bërë aktivitetet përbashkëta, faji mund të jetë I ndarë. Por edhe një herë, që të bëjmë hartëzimin, që ta dimë se sa kemi në Lyon, sa kemi në Marseille, sa kemi në Grenoble, apo gjithkund në Francë, na ndihmoni. Na thoni ku jeni që të vim, të gjejmë, të rrim, të shikojmë, të bëjmë bashkëregjistrimin. Përndryshe nuk e bëjmë dot. E fundit fare, për zonjën me poezin, shumë faleminderit e jam mirënjohës kujtdo që ka marrë rrugën dhe ka ardhur për të ndënjur bashkë me ne. Por nuk e kemi harruar Kosovën, nuk e kemi harruar luftën, nuk e kemi harruar gjakun, dhe mund t'ju them që vetëm unë personalisht mund të kem bërë një 1000
fjalime, domethënë vetëm në KB për Kosovën e për Shqipërinë e për historinë tonë etj etj, domethënë askush nuk e harron dhe për këtë mos ketë absolutisht kush asnjë iluzion. Edhe për këtë mund të flasi më mirë Glauku. Por edhe një herë, nëse ka ndonjë thirrje për të tërë këtu, na kontaktoni atje ku jemi. Na kontaktoni në Tiranë, na kontaktoni në Prishtinë dhe do mundohemi të bëjmë më të mirën që të dimë se ku jemi dhe si jemi dhe që të bashkë jemi. Zoti Ministër, ky ka qenë paneli, besoj me më shumë pyetje, sepse unë sikur t'i përgjigjem përpara të marr mikrofoni, ju kërkoj ndjes për shkak të kohës. Më duhet ta mbyll. Jeni të ftuar të gjithë të flisni. E di që s'ka kuptim, po kaq kohë kemi. Jeni të ftuar të flisni në të gjitha mënyrat. Unë njerëz të tha Anila s'ka gazetare diaspore, unë jam një prej atyre. Drejtoj një platformë të diasporës. Do vi ta marrësh vetë mikrofonin, ë? Okej, hajde këtu dhe e mbyllim bashkë. Më mirë ta mbyllësh ti, e mbyllim bashkë. Shumë mirë. Së pari, do jetë shumë shkurt. Faleminderit për këtë organizim. Më kapi veshë që zoti ministër tha do ishte iluzion që në qendër të Parisit të kishim një qendër kulturore shqiptare. E po i nderuar zoti ministër, në 28 nëntor të 2025-s, paneli i Parisit që janë sot këtu, ka themeluar qendrën kulturore shqiptare 28-11. Bravo. Dhe është, prandaj dhe unë doja të merja fjalën, unë jam Marinela Sheha, i presidente e kësaj qendre, pak javë më parë ne kishim ministrin e arsimit të ftuar në qendrën tonë, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ambasadën e Shqipërisë dhe ambasadën e Kosovës. Kështu që shpresojmë që ky bashkëpunim të vazhdojë dhe gjithë institucionet e tjera të ne ndihmojnë. Por ëndrat janë për të bërë realitet. Faleminderit shumë. Tani nuk e demokratizoj dot kaq shumë se janë të gjithë. Ju lutem, e mbyllim. Lutem për shkollat shqipe në diasporë. Më falni ju lutem. Diskutuam në lidhje me shkollat shqipe në diasporë. Dhe numri i fëmijëve tanë është jashtëzakonisht i vogël, siç dhe i përmendet as 10%. Unë me bashortin tim kemi hapur rreth 5 shkolla shqipe në Munich, Gjermanisë dhe çdo klasë, domethënë çdo shkollë, ka vetëm 10 nxënës, skandaloze. Pra, kam një propozim, me sa di unë, ne mundemi që të zbatojmë modelin kroat. Çfarë bëjnë kroatët? Të gjithë kroatët, kur kthehen në vendlindje, ata që nuk i kanë regjistruar fëmijët në shkollat kroate, paguajnë taks. Ndërsa, ata që i kanë të regjistruar, ata stimulohen nga shteti. Pra në këtë mënyrë ne mund t'i stimulojmë shqiptarët tanë që t'i çojnë fëmijët në shkollat shqipe dhe të tjerë të paguajmë taksën përkatëse. Dhe ndërkohë pyetja tjetër që është shumë e rëndësishme, për mendimin tim, a dëshiron politika shqiptare, kënaqësi e veçantë që u shoh gjithë bashkë, Shqipëri e bashkuar, a dëshiron politika shqiptare që t'jemi ne shqiptarët, të kemi rol vendimarrës në Europë? Më fal, pyetja e mbarova. A dëshirojmë, nëse dëshirojmë, çfarë politika është ndiqen për t'i mbështetur këta shqiptarë të aftë, që të konkurrojnë dhe të jenë pjesë e vendimarrjes? Çfarë politika është ndiqen? Konkrete, jo vetëm fjalë. Ju lutem mendoni, sepse një ndër ato jam dhe unë që kandidova për CSU tani në Myni. Dhe nuk pata as një lloj mbështetje, as nga shteti shqiptar, as nga konsullatat tona, as dikundi. Më vjen keq. Na vlerëson Gjermania, na vlerësojnë të gjithë, po shtetet tona nuk na vlerësojnë. Për ata jemi inekzistent. Ndaj kjo pyetje është për ju dhe duhet kthyehet në detyrë që të na jepni mundësi të na mbështesni, se ne jemi shqiponjët e diasporës, jemi zgabonj, që jep dhe ne japim po shqiptarin kurr. Dukesh, faleminderit. Faleminderit. Tani ju lutem, sa pa ardhur njëri të më marrë mikrofonin, po e fshehun. Faleminderit shumë të gjithëve, jeni fantastik. Faleminderit me gjithë zemër. Faleminderit paneli. Shumë faleminderit, e quajmë të mbyllur për sot, vetëm për sot. Kënaqësi. Jo.